Po pra, po shkojmë dhe po vazhdojmë bisedën, po urojmë që tani dëgjohemi pak më mirë, një ndrim të pozicioneve bënë me doktorin. Kolegët tanë thonë atje, po dëgjohet mirë Merita, se Merita bën pyetje. Po dëgjohet mirë. Doktori pas ka pas fajt, zëri doktori si shduket. Ja, dhe pyeta, ma je mirë doktor? Unë e mirë jam. Jo, bëm pak shaka, sepse gjithçka ishte në rregull sa i përket anës Këshillat e doktorit. tua janë të vyera, na duhen. Po, të përmendim që dhe telefonuesit ata që kanë për të bërë pyetje rreth temës, pra problemet, sidomos me mushkrit në kohë vjeshte e dimri, është tema që po e flasim sot. +33 44 900 021. Doktor, të ndërprem, mirë po do ta vazhdojmë aty pra ku mbetëm pak më parë. Vitamina D ishte. Vitamina D. Dhe rëndësia, po sigurisht vitamina D. Ishte doza, sa duhet gjatë ditës që... Po dozat janë të ndryshme, varet, janë njësi standardizume, cilat janë për shembull kur është për dikon 25 deri në 35 mg në litër, tash nuk po më kujtohet saktësisht, po janë dozat e vitaminës D, të cilat janë të mjaftueshme për organizmin. Nëse janë më pak këto vlera, atëherë duhet të zaventësohen, thash, janë në forma të ndryshme, në formë të pikave, në formë të plakonave, në formë të tabletave, po varësisht prej personit se si ka vlerat e vitaminës D, ashtu edhe ne veprojmë dhe i ordinojmë. Sigurisht që nuk duhet me tepru, se po unë mendoj që në periudhën e dimrit sasi e vogël e vitaminës D, pa marrë parasysh si janë vlerat, duhet me marrë, meqense që thash në fillim, nëse na kanë dëgju, ndikimi i rrezëve të diellit është jashtëzakonisht i rëndësishëm në këtë periudhë, përkundër marrjes së vitaminës D, po s'kemi rrezë të diellit, atëherë njësoj efekti është shumë i vogël në këtë rast. Sa mirë do ishte doktor të shkonim në një vend ekzotik, për shembull ta merrim diellin direkt kështu. Po, t'ju them të drejtën, pacientat cilët vinë e kontrollohen tek unë, po edhe tek kolektemi, thonë doktor unë vuj prej smundjeve astmës ose bronkitit, është mirë të shkoj në Prevall apo në Brezovic, po nuk është mirë. Nuk është mirë. Nuk është mirë për shkak të ajrit të ftohtë, për shkak të lartësisë mbydetare, është ulja e sasisë së oksigjenit. Edhe unë preferoj nivelin 0 që do të thotë detin. Edhe hecje pranë detit është jashtëzakonisht e dobishme në këto raste. Sigurisht që ai që ka mundësi, se sigurisht këto shkuarjet kanë kosto e kështu me radhë, po jo vetëm gjatë verës, edhe pranë verës, po edhe gjatë periudhës së dimrit kur është koha mirë me diell, pse jo. Rrezet e diellit, jodi, ashtu pra. Edhe kjo e ka një emër nga gjuha greke, thalassoterapia. Nga gjuha greke thalas është deti, do të thonë terapia me veprim të detit. Po. Mirë, personat të cilët kanë ndjeshmëri më të madhe, ata sidomos duhet me pas një kujdes më të shtumë, me hyrë nëse mund të themi më të përgatitur në dimër. Çka ju rekomandoni konkretisht në këtë fazë të ndrimit të sezonit, ku është ndjeshmëria më e madhe? Po, personat më të ndjeshëm, të marrë këtu edhe grupin e fëmijëve, të moshave të ndryshme, sigurisht janë, po edhe ata që vujnë prej smundjeve kronike, na i fusim në grupin e personave më të ndjeshëm nga smundjet respiratore. E para është që të gjithë të vaksinohen, kundër me gripit sezonal, do të thonë vaksinat të cilat ende janë të disponueshme dhe koha e vaksinimit ende s'ka përfunduar, deri në fund të këtij muaji mund të vaksinohen ata që nuk janë marrë vaksinat. Kuptohet, duhet të jenë të një gjendje të mirë shëndetësore, mos të kenë temperaturë, mos të jenë të sëmurë, do thotë jenë të gjendje stabile. E para do thotë marrja e vaksinës, jo vetëm tek të moshuarit, edhe ka një emër të gabuar kjo vaksinë në popull, thuhet vaksinë e pleqve, nuk ka të bëjë me pleqëri as pak, jo. Dikur është quajtur kështu dhe ka mbetë ende. E të ndjeshmëve, jo pleqve. E të ndjeshme kisha thënë po, mund të marrin edhe të rinjt edhe fëmijët bilem në doza më të vogla kështu me radhë. Pastaj i preferojmë që këta persona mos të bëjnë grumbullimin, mos të rinë në vende ku ka shumë persona, në lokale, ambiente të mbyllura, aty kur nuk fatkeqësisht po respektohet edhe ligji mbi duhanin, ku ka shumë duhan, pirje, tym. Pastaj kur janë ditët si kjo e dje edhe par dje, sot falë Zotit e kemi një ditë të mirë me diell, edhe në ato raste mirë është me ju largu lëvizjeve dhe daljeve në ambient të hapur. Po sigurisht që çdo kush ka nevojë të dalë, të shkon në vend punës, shkon në familjen, në rrethin e vet, kështu me radhë, po të largohet në periudhat kur ka mjekull, si është ajo periudha e mëngjesit, ose të vendos në një maskë, nuk është e turpshme të vendoset maska. Dhe kemi parë dje për shembull shumë njerëz kemi parë në rrugë me maska. Po, kjo është një dukuni e re, edhe muj me thënë e dobishme. Covidin e ka lënë edhe këtë. Po, Covidi, po në vendet e perëndimit në Japoni, pastaj këto vendet e lindjes largë, në qoftë se keni parë në para aeroporte,
ata të gjithë vendosin maska. Jo vetëm me mbrojt vetëm, po e me mbrojt edhe të tjerët. Mos të shpërndajnë spërklet, mos të shpërndajnë viruset në hapësina të caktuara ku grumbullohen njerëzit. Dhe kjo është një kulturë e mirë dhe një veprim jashtëzakonisht i dobishëm. Pastaj, ne në Prishtinë kemi shumë dotje nga automjetet. E dini në vlugën e orës 8 deri në ora 10, pastaj pasdite për orës 4 deri në ora 6, është grumbullimi, fluksi i makinave, edhe aty në qoftë se ndërlidhet edhe mjegulla, në qoftë se nuk ka erë, atëherë kemi një ajër jashtëzakonisht të ndotën dhe të rënd për i cili mund të shkaktojë edhe probleme respiratore të mëdha. Po e hapim tash edhe telefonin, numrin të cilin e keni në dispozicion, +33 44 900 021, ju të cilët keni për të bërë pyetje për mjekun, pra po flasim për ndjeshmërinë e rrugëve respiratore apo rrugëve të frymarrjes dhe ndikimin e ndryshimit të temperaturave vjesht dimër. Sikur një ftohje, një grip i zakonshëm që e kalon secili individ vjen në këtë sezon është gjithçka normale. Mirë po ndonjëherë këto zgjaten dhe është me rëndësi edhe të bëhet dallimi se kur është ftohje, kur është grip, kur duhet me fillu me marr medikamenti apo me u lajmëru te mjeku mos me u bë vonë. Kjo është një pyetje jashtëzakonisht e mirë dhe ka keq kuptime dhe keq përdorime të terapisë në këto raste. Kur thojmë ftofje, ne kuptojmë një infekcion me parainfluenza virus që janë të ngjajshëm me virusin e gripit, i cili ka disa shenja të tjera. Do thot, kur them për parainfluenza, ftofje nënkupton një rruf apo një rjedhje të hundëve, një grithje lehtë e fytit, një gjendje jo bash e mirë, një lodhje që zgjat 2-3 ditë. Edhe mund të ketë temperatura subfebrile, do të thonë 37 me 8, 38, 38 me 5, po jo më të larta. Dhe me një paracetamol, pa ndonjë terapi tjetër, dhe me një regjim pushimi 1 ditor, 2 ditor, kalon. Por influenca është një diçka tjetër, është gjendje gripale, e cila ka simptome paksa më serioze, edhe shkakton përpos dhimbjes së fytit, shkakton dhimbje të muskujve, të nyjeve, një lodhje të përgjithshme, kollitje, do të thonë një gjendje e keqe e shëndetësore e personi i cili e ka, edhe cilja përhapet jashtëzakonisht lehtë. Edhe zgjat deri në 7 ditë, ndonjëherë edhe më tepër, nëse ne nuk pa terapi tha 7 ditë, me terapi 1 javë. Po, kjo është e vërtet. Fatkeqësisht ende përshkruhen antibiotik nga individ, edhe personat vetë i marrin antibiotik, shpesh ndodh thotë doktor, unë kam filluar antibiotik se kam marrë këtë antibiotik se e nisha vetën keq edhe më duket që kam bë mirë. Pa bërë një kontroll të mjeku. Pa një kontroll. Normal që s'ka bë mirë që ka marrë antibiotik se thjesht si ka ndihmu? Nuk i ka ndihmu asgjë, e gjendja ka vazhdu edhe më tutje, edhe sigurisht që ajo terapia më e mirë është regjim pushimi. Edhe ne këtë nuk e respektojmë për shkak se vazhdimisht jemi në vrap, vazhdimisht jemi në angazhime të ndryshme profesionale, familjare, kështu me radhë, e nuk kemi kohë me pushu. Periudha 5 ditë, 7 ditë me pushim jashtëzakonisht një ndihmon organizmit të rekuperohet. Në marrja e langjeve, paracetamolës, në qoftë se ka komplikime në raste të tilla, atëherë sigurisht duhet me dhënë antibiotik, duhet më konsultu specialisti pulmologu edhe fillon trajtim. Mirë po ndonjëherë duke neglizhu, duke thënë se më kalon vet, krijon edhe komplikime dhe ndonjëherë shkaktojmë dëme më shumë duke mos u lajmëruar te mjeku. Kur është ai limiti që s'bën me kushte shtëpie, por duhet lajmëruar te profesionisti? Po, unë mendoj që dikun deri në 5 ditë maksimum duhet prit që situata të përmirësohet. 5 maksimum 7 ditë ndoshta duhet të përmirësohet, në qoftë se edhe porosia ime ka qenë çdo herë te pacientët që në qoftë se nuk e ndjen veten mirë, edhe temperatura vazhdon, përkundër paracetamolit e kështu, edhe kollitja, domethënë përkeqësohet, atëherë patjetër duhet të kërkohet ndihma e specialistit pulmolog ose mjekut familjar, i cili është më i afërt, i cili do të ordinon terapi të caktuar, cila është e dobishme për këto situata. Mos të lejojmë të vjen deri te pneumonia, e cila është një komplikacion serioz i gjendjes virale, gjendjeve gripoze dhe shkakton probleme dhe shkakton një zgjatje të mjekimit. Pneumonin ndonjëherë vetë pacienti ka raste kur nuk e heton, sepse këto janë të veçantat e pneumonisë, ndonjëherë paraqitet me shumë simptome, por ndonjëherë me më pak simptome. Dëmet mund të jenë të mëdha nëse ajo nuk trajtohet. E vërtet, unë personalisht para shumë viteve kam pas një pneumoni, as që e kam ditë që jam
kam pas një infekcion, pas një gjendje virale gripoze, kupto të mos pushu, të vrapu mbas punëve, e cila ka shkaktu një temperaturë një ditore, 39, edhe me terapi kupto të shëru, po thot, ndojherë ne neglizhojmë edhe e anashkalojmë simptomet cilat, po në qoftë se vetë trupi na tregon që diçka nuk është në rregull, temperatura vazhdon, si thash, dhimbjet e trupit vazhdojnë, gjendja nuk përmirësohet, kemi një lodhje të paspjegueshme, atëherë patjetër duhet të shkojmë. Po ndonjëherë, si thatë ju, kur është me më pak simptome. Me më pak simptome mund të shkon edhe ashtu, se një organizëm i fuqishëm, organizëm i shëndetshëm edhe të i kalon, po sigurisht duhet me ndihmu pak me antibiotik, me terapi. Po dëgjoj rreth rrotull që ky gripi tani ka të bëj pak me Covidin apo jo? Një mikë im më tha, i kishin thënë që mund të jetë një lloj Covidi. Me ju tregu të drejtën, Covidi nuk është një virus ku me ditë se çka tash ajo është një familje se këtyre viruseve të influencës. Do të thonë ka strukturën e njëjtë, fatkeqësisht në atë fillimin e saj i ka befasuar të gjithë botën e mbar botën edhe shëndetësinë. Në muajin shtator një 2 ose 3 raste janë diagnostiku personalisht unë tek pacientët që kanë ardhur, kanë gjetë dikun teste, i kanë bërë dhe kanë rezultuar me Covid pozitiv. Simptomet kanë qenë të ngjashme me gripin e zakonshëm, me rruf, me kollitje, me dhembje e trupit, kështu, me paracetamol edhe pa antibiotik, situata është stabilizuar. Ata persona kanë qenë të vaksinuar, të mirën i vesh. Sigurisht që vaksina ndihmon, edhe përkundër paragjykimeve se jo e mora vaksinën e po më bëni ma keq e kështu me radhë, ajo sa është nuk qëndron. Përmendëm vaksinën, dikur të ne merri më shumë vaksina kundër gripit dhe ka qenë normale, s'ka pas as paragjykime për të, ata që kanë pas nevojën vaksinu, mirë po pas Covidit e tutje një drojtje dhe ndaj vaksinës. Më duket që ky trend po vazhdon. Po fatkeqësisht ka individ të cilët kanë frikë edhe sigurisht edhe këto rrjetet sociale edhe këto njerëzit të cilët i bëjnë të mëdha këto reaksionet e vakcina. Vakcina është një produkt i cili e ka qëllimin me ngrit imunitetin, me shkaktuar sensibilizimin e organizmit me reaguar ndaj viruseve. Ta kemi të qartë, vaksinat nuk mbrojnë prej mos smundjes. Do thonë njeriu i cili është i vaksinuar mund të me pas gjendje virale gripoze, por nuk ka komplikime. Qëllimi i vaksinës është kjo është mbrojtja e saj. Mbrojtja e saj është mos me kriju komplikacione, pneumonie kështu me radhë. Edhe pacientët disa thonë e mora vaksinën, prese e mora vaksinën, vazhdimisht jam i smut, që nuk qëndron. Ka komplikacione, të cilat janë literaturë shumë të ralla, e shkaktojnë ndonjëherë edhe probleme serioze, po janë jashtëzakonisht të ralla. Kur i qesim në peshore, cili është dobia dhe cili është dami, atëherë sigurisht që fiton kjo pjesa e dobisë së vaksinës. Ministria e Shëndetësisë nga viti kaluar, duket apo si vjet jam i sigurt, e ka futur edhe pneumokokun. Edhe nga viti kaluar. Nga viti kaluar, po, vaksinën kundër pneumokokut edhe është shumë e dobishme që ata që janë në grupin e rrezikuar të marrin edhe vaksinën kundër pneumokokut, i cili mbron prej pneumonisë. Po, ke pacientë të cilët kanë qenë, kjo sigurisht ju rekomandohet atyre personave që marrin më shpesh pneumoni, bronhopneumoni, është kështu? Ke kontakt me pacientë të cilët ndër vite ndoshta i kanë pas këto probleme edhe a janë vaksinu, a ka pas ndonjë përparim në shëndetin e tyre? Po, shumica e tyre thonë që e kalojnë ma lehtë gjendjen gripoze, virale, kështu me radhë. Pneumokoku nuk e kanë ditë, një pjesë janë informuar, shumica jo. Edhe une, edhe punëtor të jeshën dhe të mirë është të informojnë njerëzit të cilët janë në grupe të rrezikuara që t'i marrin edhe vaksinën kundër pneumokokut, i cili ndihmon shumë që këtë periudhën e gripave ta kalojnë ma lehtë. Sigurisht që ata që vinë edhe kontrollohen duhet të marrin informata të sakta se çfarë vaksinat janë të dobishme, çka duhet me marrë dhe cilat janë efektet pozitive, cilat janë dobit e këtyre vaksinave. Mos të krijojnë paragjykime dhe mos të bëjnë alarm të rrejshëm se vakcina nuk është e dobishme e kështu me radhë. Shkakton probleme të tjera, dëme tjera në organizëm. Kjo ndaj pneumonis, ndaj pneumokokut konkretisht, merret një herë në vet apo si ka këto do ciklet? Kur është koha e... Po prej një shtatori deri në fund të vitit. Do me të njëjtë si vaksina, po njëjtën kohë mirët edhe duket që është dy herë mirët, një herë në fillim në shtator për shembull dhe në muajin dhjetor edhe një herë. Tash ashtu e di që është kalendari vaksinimit për vaksina e gripit sezonal për virus një herë mirët, një herë në vit. Për pneumokok duhet 2 herë të mirët.
Edhe ka efekte pozitive, do t'i shohim viteve tjera se si po shkon. Po, është ende fillimi. Është ende fillimi, por ndryshe është shumë mirë që e kanë fut Ministria në kalendar të vaksinimit, jashtëzakonisht e dobishme. A duhet bërë paraprakisht analizë, apo persona që kanë më shpesh pneumoni, bronhopneumoni, s'ka nevojë që të bëjnë ndonjë analizë shtesë? Po, shikoni, puna e vaksinës është kjo. Zakonisht mjeku, edhe unë personalisht, i rekomandoj krejt ata që kanë nevojë të marrin vaksinën. Rekomandoj vaksinën kundër gripit sezonal dhe e kam të shkruar te pacienti, ose them kështu gojarisht. Po edhe mjekët familjarë, për qendrat kryesore të mjekësisë familjare anë në Kosovës, sigurisht duhet t'i japin këto këshilla personave që janë në grupe të rrezikuara. Ata që kanë astme, pneumoni, bronkit kronik, andaj pacientat që janë me smundje kronike si diabeti, smundjet kardiovaskulare që janë moshë mbi 65 vjet e kështu me radhë, ata janë hyrë në grupë. Edhe fëmijët e moshave më të reja që kanë astme, që kanë bronkite të shpeshta, lirisht mund të marrin vaksinat me dozë të përgjysmuar, kupto pa kur farë rreziku. Po mos të ndodh, siç ndodh ndonjëherë që punëtori shëndetësor, i cili nuk e njeh mirë, edhe i thot nanës, jo ti qysh fëmijës më dhon vaksinë. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Do thonë nuk guxon ti thuhet. Vakcinat janë për gjithë, por me doza të ndryshme. Mirë, janë disa mesazhe që kanë dhe pyetje, madje më thonë duhet ta japim përgjigjen. Ka shkruar, thot përshëndetje, por dokon është një vitamina C me omega 3 se fëmijët ja qesin herë njërën e herë tjetrën. Faleminderit. Vitaminën D ka dashur me thënë, po besoj. Vitamina D me omega 3. Omega 3 ka kështu e ka shkruar, kështu e lexova doktor. Po, dëgjoni, është një preparat që shitet në për farmaci, është omega 3, vitamina D me omega 3. Edhe është domethënë i certifikuar, është ilaç në rregull. Po omega 3 janë yndyrnat e mira, do thotë aty përmban do thotë vitamin omega 3, 6, 9 ndonjëherë janë yndyrnat të cilat e mbrojnë organizmin prej yndyrnave të këqija, po se ti fëmijëve japin sigurisht edhe ato ndikojnë së bashku me vitaminën D ngritjen imunitetit. Nuk është gabim. Ne ta përdorin nëse ka mjeku e din shumë mirë se çka i ka dhënë, kështu që nuk është gabim, është në rregull. Dikush e rrethon po omega 3 çfarë përmban? Cilën vitaminë? Ajo përmban yndyrna të mira, omega 3. Yndyrna të mira. Nuk ka të bëjë me vitaminën D? Unë me sa di jo. Mirë. Ka të bëjë diçka me peshkun, më duket apo. Po, vaj peshku. Vaj peshku, konkretisht. Nëse kujtohet dikur, unë kur kam qenë fëmijë, kujtohet, kanë qenë disa shishe, sigurisht di pekajt, me kokra në formë të rruzave të vogla, edhe na jepshin prind me pi nga një. Mund kujtohet si fëmijë. Dhe ka ende. Po. Ka ende ajo ato. Vaj peshku, i cili është jashtëzakonisht, sigurisht ka edhe vitamin D, ma merr mendja. Tash nuk e di bash përbërjen e sakt, po ndikon. Një mesazh tjetër thotë kam problem me bronhit, kam pas gripin, mirë më ka kalu me çajra, por tani vetëm një sekret, po më ngacmon, jo shumë, po më pengon, çfarë bëjmë? E tash kështu. Njerëzit që të vujnë prej smundjeve kronike obstruktive, prej astmës, bronkitit, sigurisht që vujnë më shumë kur i bjen një infeksion i ri viral, kur ndodh. Me fjalë tjera, te ata nuk shkojmë vetëm me terapi simptomatike, atë duhet jemi pak më agresiv. Duhet bëjmë një analizë të gjakut, nëse ka koll me këlbaz, me ngjyrë kështu me radhë, edhe të shqyrtohet a ka infeksion me bakterie. Bakteriet që shkaktojnë rritjen e leukociteve, rritjen e CRP-s, është një analizë që ne shpesh e kërkojmë, edhe rritjen e neutrofilëve. Në këto raste ne për të mos rrezikuar shëndetin e pacientit, rekomandojmë edhe dhënien e antibiotikëve, në mënyrë që ta mbrojmë prej komplikacione, bronkiti, astma, bronkiektazi, këto janë disa situata pak më. Ajo që është interesante që edhe persona që janë alergjik, kanë alergji të verifikuar në rrugët e frymarrjes, edhe ata reagojnë në mënyrë mjaft furrishme ndaj gjendjeve virale. Dhe thotë, kalova gripin që 3-4 javë dhe kjo ka ndodhur shumë në kohëve të fundit. Thotë, më kaloi mirë, po çet tash kam pengesa në frymarrje, doktorun e kam edhe alergji. Kur e auskulton, ndëgjon e shet që ka fishklima, që se ju ka përkecu gjendje. Po thotë, çka ka ndodhur? Virusi e ka ngucat aspektin e alergjisë, do thotë ka shkaktuar një trigger, një ngacmim, edhe pacienti ju ka kecu gjendje. Po isha duke bërë të një hulumtim dhe po shoh që omega 3 pra janë yndyrna, ashtu siç e thatë, të cilat ndihmojnë shumë në organizëm, dhe thotë në kombinim me vitaminën D3, shpesh të kombinohet edhe omega 3 për shëndet kockave, për imunitet më të mirë. Kjo ndoshta që i jepet që përmendëm fëmijëve. Po, faleminderit.
Po, e kur jemi tek kjo, fëmijëve ju rekomandohet nga ana mjekëve tash bile këto vitet e fundit që të marrin vajrat ndryshme të cilat përmbajnë edhe vitamin D gjatë prej tetorit, do me thënë atëherë kur ka më pak diell e deri në pranverë. Është vajnat ndryshme, vaji i mëlçisë merlucit për shembull është rekomanduar shumë për fëmijë. Dhe po besoj që kjo ndikon. Po besoj që ndikon, nuk kam me tregu drejtën shumë dijeni rreth kësaj. Është më tepër çështje pediatrëve që e bëjnë. Po sigurisht që ka ndikim të mirë, vepron mirë, ka tash preparate në treg jashtëzakonisht të shumta. Mandej jepën preparate edhe për ngritjen e nivelit të hekurit të rastet të fëmijëve të moshave të prej moshës 3-4 muajsh kur 5 muaj 6 muaj kur e ndërprej marrjen e qumshtit të nanës, edhe fillojnë të marrin ushqim tjetër. Mund ndodhë nëse insistohet me marrje të qumshtit që rritet ulet niveli i hekurit, feritina e kështu me radhë, dhe duhet dhënë ndihmës edhe preparatet të hekurit në formë të pikave, në formë të vajrave të kombinuar me vitamin D, të cilët ndihmojnë se edhe hekuri ndikon në ngritjen e imunitetit dhe forcimin e imunitetit të organizmit të fëmijës. Dhe mirë qenjes së përgjithshme. Po, personat tash po ndalin pak te kjo kategoria që kanë ndjeshmëri më të madhe, sepse këta i kanë këto probleme që e përmende me bronhite kronike, obstruktive, alergji ndonjëherë të identifikuara, ndonjëherë që nuk kanë informacion se çfarë lloj alergjie, por ndjeshmëria është e madhe. Çfarë stili jetesës ju rekomandohet konkretisht kësaj kategorie që të mbrohen sa më shumë? A i kemi një telefonues që po na pret? Ata marrim të doktor, përgjigjemi në këtë më pas. Përshëndetje. Fillimisht ule zërin e televizorit, lutem. Përshëndetje. Edhe juve. Po, më një. Mirëdita. Unë jam një pacient i smuar kronik me të madhe. Dëgjova mjekin që do të thotë antibiotikin nuk është mirë me marë. Unë pa antibiotik, asë që muj me qëndru bashkëq. Jam asmatik, tensioni i ullë. Mere me menë që mjeki 70-60 para 3 dite e kom posë. Qka kom po, do të thotë para 2 javë jam konë në spital për zemë, ku marë bona, pak nitro u përmisova, mirë po më njëra për të ra nivelli që shakon qashtu i tensionit. Edhe shka bona, shkova në Prishtinë të Begjetas Moni. Begjetas Moni është pulmolog i fort. Po, e vërtet. Do të thotë, unë jam edhe i operu mjek, për mushnijës, gjyshen e mushnijës e kom mjek. Mirë po tash jam në zërë me frymorje, do të thotë, kam likë shtim e prapë, mjeki mi ka qitë 2 infuzione. Do të para dite edhe mas dite, pa antibiotik, unë nuk kam gjallë. Se t'ja bajt. Këtë vakcinën e kom morë, 2 vakcina i kom morë. Po, mirë. Këtë vakcinën që rekomandohet çdo 2 jetë. Pneumovax. Pneumovax. Po. Pneumovax, e t'ja për kuptoni mirë. Po, shumë mirë. Atë ka ndihmu diçka? Do më përpos vaksinës gripit. Edhe pneumovaxin e përdori në bazë mjekit që më ka referu. Do të thotë çka me bon, që vetëm nisa unë më ljuo. Ju përshëndes, kaloshit mirë. Faleminderit, urojmë të keni shëndet. Po. Pikrish një rast... Po. Ky zotëriu kishte mjaft probleme. E para, një mushnita nuk e kam, pas operacionit. Edhe tha antibiotik pa marë nuk moj, edhe kjo është një paragjykim, po si do qoftë mjeku është ai që vendos, e pulmonologu, kolegun cilin e përmeni, është koleg me të vërtet me përvoj, edhe nuk e ve as pak në dyshim se terapia ka qenë krejt në rregull. Edhe sigurisht antibiotik ndihmojnë në situata caktume kur ka përkeqësime, kur ka koll me këlbaz me ngjyrë, kur analizat na tregojnë që ka një infeksion bakterial, posaçërisht një person si ky zotriu që tha kam probleme edhe me zemër, me tension tull, që janë probleme kardiologjike e kështu me radhë. Kështu që antibiotik sigurisht që duhet me marr kur është nevoja. Ai sigurisht më ka keq kuptuar se nuk kam qenë decidiv që jo s'duhet fare. Po jo kur s'ka nevojë. Po njerëz që janë shëndetshëm, nuk kanë smundje përcjellëse dhe e kalojnë në mënyrë të lehtë, nuk kanë nevojë me marr orë çast antibiotik. Kjo është përgjigjja.
Po, vaksinat po më duket thotë që nuk kanë ndonjë efekt edhe pse po i marr edhe të dy vaksinat, edhe pneumovax edhe ato vaksinat janë planifikuar me ndihmu edhe me ngrit imunitetin aq sa është e mundur. Tash nëse një individ ka edhe probleme të tjera shëndetësore, sigurisht edhe efekti i tyre është më i vogël. Tash janë probleme ndoshta edhe diabeti, ndoshta e përmendi tensionin e ult. Lidhet kjo me problemet me mushkri? Jo, nuk ka lidhje. Tensioni i ulët i gjakut? Nuk ka lidhje me mushkri, kjo ka problemin me sistemin kardiovaskular. Ndoshta ky person përdore bana kardiologjike, ndonjëherë përdoren edhe më tepër se sa që duhen, nuk e përdor dozën që i rekomandon mjeku dhe i bën tensioni shumë më shumë se sa që edhe duhet me kontrollu rregullisht për ditë. Duhet dikush me mbikëqyr atë tension. Edhe nëse nuk ka nevojë bana me marr për tension, pse më i marr? Duhet më ndërprej. Po pra. Mirë, ishëm pikërisht duke folë për këtë kategori që janë më të ndjeshëm. Është në rëndësi pra si të krijojnë imunitet, dhe cila është mbrojtja më e mirë që mund ta bëjnë këta njerëz që ta lehtësojnë gjendjet e dimrit të mos u kaloj ashtu me shumë vështirësi. Po e thamë edhe në fillim, vaksinat janë e vetmja mbrojtje, edhe largimi prej ndotësve ashtu ku është e mundur. Mos pirja duhanit kuptohet se unë nuk më kuptoj ku një person që vun me vite prej sëmundjeve respiratore edhe duhan pirës, thotë po valla doktor unë e pi. Edhe nuk don me ndërpres, se thot nuk mundem, po si do qoftë gjem do një zgjidhje mesatare, zvoglimi maksimal i numrit cigare kështu me radhë. Do thot marrja vaksinës, largimi prej ambienteve ku ka ndotje, mos dalja në jashtë në ambiente kur është koha me mjegull, kur ka temperatura të ftofta, të ulta e kështu me radhë. Do thot nuk ka ndonjë formulë të posaçme për mbrojtje, po do që to janë formulat, që tha ky zotriu që thirrë edhe pneumovax vaksina dhe ajo mbron, do thosh do 2 vite, sa do pak, ati duket që s'pikryn punë, po mos me marrë ish bë edhe ma keq. Edhe ma keq. Ato tjeti sigurt. Do thotë kish qenë i shtrim në spital ose s'kish pas tjetër zgjidhje me po. Po, këto preparatet e ndryshme të cilat jepën pompat që përmbajnë e që në vendin tonë, tregun tonë, duket se kemi goxha shumë. A e lehtësojnë gjendjen të cilat në një farë mënyrë dhe e kanë zëvendësu antibiotikun që dikur është abuzu në rastet e tilla? E vërtet, fatmirësisht... Inhalator të ndryshëm. Po, jemi disa formën të inhalimeve, të cilat ka jeri preferojmë edhe ne mjekt, me kombinime të banave, qoftë me bronkodilatator, qoftë me antiholinergjik, janë banat të cilat jepën në formë të inhalimeve nga 15 minuta, 2 herë, 3 herë në ditë, ose pompat që përmendit ju. Teknologjia dhe industria farmaceutike ka përparuar jashtëzakonisht shumë. Edhe në Kosovë kemi të regjistruar me të gjitha banat që i ndihmojnë pacientëve tonë. Mile edhe preparati më i ri që 2 vite është regjistruar në Kosovë që i përmban 3 komponenta. Do thotë shkojnë jo me vetëm një ilaç, po 2 deri në 3, i cili përmban një bronkodilatator, beta-2 agonist, ky tjetri antiholinergjik, edhe ky treti kortikosteroid. Të trijat 3 në 1. Do thotë 3 bana me 1. 3 efektet. Po, por nuk janë për raste të rënda, janë për raste stabile që me majnë një stabiliteti tek pacienti. Edhe këto nuk e zavendsojnë antibiotikun, antibiotiku është për infekcion, kurse pompat janë për zgjerim të rrugëve të frymëmarrjes. Dhe patjetër, një pacient që ka një infekcion me virus dhe ka një gjendje virale, sigurisht ka me pas nevojë edhe përdorimin e pompave sipas rekomandimeve të mjekut çdo herë. Jo me shkuën banatore me thonë e kam problemin me frymë e çka po më jepni ju. Do thotë ajo nuk guxon të ndodhë. Secili ka specifikat e veta. Edhe trajtimi modern i sëmundjeve në përgjithësi është i personalizuar, edhe te sëmundjet mushkive. Kjo është teoria më e re e shëndetit publik, trajtimi personalizuar. Do të thonë secili individ reagon ndryshe. Po. Deshta që të flasë edhe për antibiotikun natyral që e përdorin shumë persona dhe thonë që ka efekt pozitiv, sidomos në fazat e hershme. Qepe kuqe me mjaltë, për shembull. Ilaçe popullore. Ilaçe popullore por natyrale, bio. Unë personalisht nuk jam kundër, absolutisht kundër ilaçeve. Ose gjinxhe me mjaltë. Plus ato janë ilaçe që ndihmojnë. Ato janë ilaçe, edhe unë e përdori mjaltën.
me qep jo, nuk e qepën kam qef kështu natyrale, po jo me mjalt bash. Është e vërtet që mjalta kur shkrihet në mjalt, qepa kur shkrihet në mjalt ka efekt ngritje të imunitetit. Edhe shkruan në literaturë. Acidi, po, dikon nga një lukë të supës në ditë është se hupët ajo era e qepës, se kom provu një herë, hupët ajo era edhe ndikon jashtëzakonisht mirë. E vërtet, mjalta është një ilaç universal. Por pos ata që kanë alergji në lule dhe polen. Kuptohet, dhe jo kur gjendja është e komplikume me lënë vetëm në qepe në mjalt. Po kur është diçka më e lehtë edhe te fëmijët ka efekt goxhat mirë. Dhe shpeshherë dëgjoj nëna duke thënë se me qep me mjalt një kollitje e lehtë thotë kaloj dhe s'pat nevojë për terapi shtesë. Po, për mendet e vaj gusës, keni dëgjuar sigurisht, edhe kjo është vjami konkretisht. Irosakut apo sibi, Po, ashtu. Po. Edhe ai ndikon jashtëzakonisht mirë në kollitje. Edhe kur nana ose prindët thonë për fëmijën që edhe pse unë fëmijët e vegjël nuk e kontrolloj mbi moshë caktuar 7 vjet e mëtej, po e ala punën pediatrit, dikon mirë në shëndetin e respirator në kollitje. Ajo bile edhe mund të mbahet dhjami nën rroba me ndonjë pecet? Po kam pa edhe mjal që ka me dhjamguse, gjithë çfarë kemi në treg, këto mjaltat. Baba im i ndjeri, ai ka qenë arsimtar, edhe më kujtohet si fëmijë një lesë të pambukut me vaj, edhe me dyll, edhe ma vendos ke këtu në Krahnor, kur kisha kollitje ftofje, besoni që ndisha vetëm më kujtohet si sot. Edhe është një recept natyrale, pse jo? Unë kam dëgjuar edhe për qumshin e dhis për shembull, që tamli i dhis. Po, ka përbërës të mirë, ai që mundet me pi që mundet me përballu erën e ka një aromë të ndryshe, ose po, këto e preparatet natyrale absolutisht preferohen, pse jo? Na pret dikush kemi kometa për një telefonat fundit do ta kemi, po. Alo? Përshëndetje. Mirdita. Mirdita. I përshëndes juve dhe doktorin studio. Faleminderit, cila është pyetja që keni? Pyetja ime është 96 kam pas TBC. Edhe mas një shërue total. Tani në 2019 kom pas solium në tru. Edhe kur më kanë bojnë gjëzin aty, më ka ta që ende kam një lloj bronhiti. Bronhiti? Jam interesuar me pyet doktorin, a ka mundësi për 96 me pas të bronhit, më me një pjesë në infekcion. Faleminderit. Atëherë, tuberkulozi është një smundje tjetër, e cila Zoja tregoi në vitin 1996 e ka shëru, edhe ajo lën disa cikatrikse apo sheja në mushkëri, të cilat janë të përjetshme. Po kur flet për bronkit, unë mendoj që nuk është bronkit, po janë bronkiektazi, meqense se ato cikatrikse apo shenja të vogla të cilat mbesin nga tuberkulozi damtojnë pak bronkit në një pjesë të caktuar. Mund të shkaktojnë kollitje me këlbaz, edhe kollitje, po nuk është bronkit klasik, dhe po sigurisht që mjeku për mos me kompliku shpjegimin ndaj pacientit, si ka thonë e ke një bronkit të vjetër, të ka mbet. Sqarimi është që ato janë cikatrikse apo shenja të vjetra të smundjes, edhe unë mendoj që Zoja nuk ka nevojë mu brengos për atë punë. Po veç le të ketë kujdes, se pas ka pasur një problem tjetër madhor, do thotë një problem me gjakderdhjen trua, çështjet me sa e kuptova. Edhe sigurisht që ajo është kryesorja që asaj të ri gati. Kjo tjetra sigurisht që ka mbetë edhe me atë do të jetoj sa është gjallë. Para një doktori si ti, kush janë të pabindurit, burrat, gratë, fëmijët, ku ti jep këshilla, për shembull, vinë në klinikën tënde, i jep këshilla, i viziton, i thua, bindun, dhe kush nuk bindet? Nuk bindet duhan Persit. Ata janë më të pabindurit. Gjithmonë me ta, me ju tregu drejtën. Mos që hynë me cigaren në klinikë. Jo, të në klinikë. Jo, spaku aty. Aty nuk e bëjnë një gjë tillë. Me ju tregu drejtën, unë e kom ndryu pak taktikën, të e pa që efekti mos pi nuk kryen punë. Zvogloje, ralloje, edhe mendoj që ajo veç ka dhënë një rezultat. Edhe njerëzit janë më të vullnetshëm i pranu këto këshilla, me zvoglu minimum, edhe thot doktore kom zvoglu në 5, në 10 ose kështu, edhe ajo është një rezultat i mirë, prej 2-3 pakove, besomni ka njerëz ka 3 pako të cigare. Hiq më lak se dje e kisha një pacient. Çfarë ti bëjmë tymit edhe smokut rreth nëse cigaren edhe mund ta eliminojë njeriu. Atëherë shteti duhet me angazhu më shumë inspektorët,
edhe në për lokale ku shkojmë u knas me angër një drek, apo me familje, me fëmijë, mos ta durojmë erën e duhanit që ne nuk na Po pra, mos me i dëmtu spaku ata të cilët... Ai që donë del jashtë ta pen, po mendoj është nuk është zgjedhje korrekte me... Patjetër. 2-3 fjalë për fund ke apo këshilla e fundit? Do thot, me qenë se jemi këto ditë të dimrit, kishim mjegull, sa më pak ata që janë të ndihshëm në rrugët e Frymarrjes, të largohen prej lëvizjeve kur ka ditë me mjegull, ditë me ndotje prej pikut në mëngjes dhe në mramje, asa është e mundun, merrni vakcinat për gripin sezonal edhe për pneumokokun që 2 vite dhe hani sa më shëndetshëm. Nëse gjeni veç shëndetshëm, mundohuni se të gjeni natyrisht. Patjetër, doktor, faleminderit për këshillat e dhëna. Faleminderit juve. Punë të mbar, faleminderit.